Klubi futbollistik Gostivari ka shënuar edhe një fitore duke e konfirmuar veten si lider në Ligën e 4 rajonale të futbollit vendor. Kësaj herë në terrenin vendas, skuadra Gostivaras e mundi Besën nga dobërdolli me rezultat 3-2. Gostivari dominoi lojën si në pjesën e parë, ashtu edhe në të dytën. Në fraksionin e parë u shënuan 4 gola, nga 2 për secilën skuadër. Goli 5 që njëkohësisht vulosi fitoren u realizua në minutat e fundit të pjesës së dytë nga Afet Ibrahimi. Birol Topçiu, njëri nga trajnerët e Gostivarit dhe njëkohësisht futbollisti angazhuar në këtë ndeshje, theksoi se fitoria ka qenë shumë domethënëse, pasi gjysmëstinori po mbyllet me sukses. Faleminderit për lojën, lojtarëve që angazhohen, maksimumin dhëmne, e dishim se do bëhet rëndë kjo loja. Pa qëtër ishte fitoria kjo loja, shkak që soste sezona. Me këtë fitoren tashina në vendin e parë, edhe besojmë që sezonin e tjetër dhe jena shumë ma fort me lojtarë, edhe dhe arditim qëllimin ton të jena Ligën e 3 inshallah me Zotin para. Nga ana tjetër, trajneri i Besës Ferit Shabani nënvizoi se pas disa vështirësive skuadra po ringritet nga e para me entuziazmin dhe me futbollistë të rinj cilësor. Lidhur me ndeshjen ndaj Gostivarit, ai tha se loja ka qenë cilësore dhe korrekte. Ishte një ndeshje mirë, korrekte, fair, edhe kemi lojtarë të rinj të cilit tash kanë fillu me luaj futbal, mendoj se të ardhmen të qetë Besa agje ku e meriton, ku e ka vendin, dalgadale. Fillimi është i zorshët me mëzit që mobilizohem, të bëjmë një ekipe dhe ishte një ndeshje fantastike në këtë kohët mirë, kishte dhe tifoza, lojë do me thonë korekte, ma i miri gjithmonë fiton edhe që këto. Gjatë këtij gjysmëstinori janë zhvilluar gjithsejt 7 xhiro, nga të cilat Gostivari ka grumbulluar 17 pikë, duke mbetur lider i ligës dhe me potencial të qartë që pas gjysmëstinorit të dytë të synojë ngjitje në një rang më të lartë.